A i kanë fund bëllë me herë kështë më bërë, po fulnat 2-3 ditë që në konë. Jo, Se shumica kanë kalu që sajnë. Ka pas raste, por jo. Neve të rrezikuar me burg kemi qenë kur kemi shku në Shqipëri. Në festival, kur i kemi marrë viza, do më thonë s'kemi pas viza, kemi shku ilegalisht, dhe kur i kemi marrë vullat në kufit Shqipërisë, në i rast, po, për shembull njëherë mu dhe Mirin, po dhe Gilin na kanë dënuar me parë dhe me burg. Po s'kemi majtë burg, veç që u konë burg me kusht, edhe pastaj i kemi pagu ka 700 marka, edhe pastaj i kemi pagu edhe ka 1500 marka kështu në zezën, me nxjerr pasaporta diqysh. Dhe kemi qenë, pastaj kufirin e kemi kalu 10 herë ilegalisht. Po, kjo ka qenë jeta, s'kishim rrugë tjetër. Shiqo me një rast, do ishin me na marë pasaportin polistë Macedonas, e ishin bashkë me Sabri Fizullahun, edhe kur nuk e harroj që i tha në gjuhën sërbe, Sabriu, mos të lutëm Macedonit, se Macedonit s'kishte drejt, po, mos të lutëm se po na merr bukën.